Inshallah Allahu nuk më merr për të madhe sepse këtë sekret sefte juve për atër për hir të Zotit t'ja shpej. Kur kush se di hiç. Baba jam ka shku në vorr ai si ka kallzu kurkuj. Mua shkam ka ndodhur me ata si kam kallzu kurkuj. Sot inshallah Allahu s'na jub se vapi, sot ju tregoj pra. Mas 9 viteve të bastat veçarës këtu kam të agjement, si të mësoj për Islamin diçka se e kam pas në gjak mrenda diturit rreth Islamit. I kam pas në gjak, më kanë lëviz prej mrenda. Edhe një ditë i kam thënë babës tem në mëngjes të kraveti ati për kame, për gishtin e kamës. Aja çu, rahmetullahi alej, sepse ai ka vdek. Aja çu ka thënë çka ke? I kam thënë ati, po më duhen dhe pare. Kështu i kam thënë. Unë si kam kallzu kurkuj për nash, kurkuj si kam kallzu, kjo janë shumë moti, që 30 vjet, po si kam kallzu kurkuj. Tha, çka po duhen ato? Thash, po më duhen me shku në Austri, dashta unë ta rrej babën tem se para gjë ndoshta thotë jo. E këtu në Austri, kur shkoja gjeti 6 muj, pastaj preja qet, shkoja qet, i çoj letër preja gjë poshtë. Të mashtroj babën pak. Që të shkoj, ta xhaj udhën. Po ju tash ju ke diçka ju ka hinë në kokë tash. Pse ai mos më të lëron? Aja s'ka qenë besimtar i mira. Ai ka vdek 82 vjeçar, prej 7 vjeçar as një sunet të namazit se kalon për fal kurr, as një sunet të jetës së vet, të pejgamberit ton hiç. Një gjuz Kurani Kerimi para sabaj, një mas sabaj, një ndrek, një në akşam derisa ka dek non stop. Ki ka qenë baba jam. Mirë, po ai ka thënë kështu. Se har ka dalë në fush me shku me neve, ka thënë, "Mu kon ti kish na pas 100 gjem." Dora më forte punës ka vdek në atë terren kur ka vdek ai. Kej të ditë. Kështu ka qenë puna. E unë kam qenë gjallë ati shka i dur 100 gjem me qurë fush. Qish me shku në Sham? A i po i lip 100 na 5, unë do të shkoj të jesin 4. Pak e komplikume pak. Edhe kur i kam thonë të kreveti ati po mdun dhe pare, i kam thonë shkoj në Austri, bim hala ma shumë pare, kështu tha. Jo, tha. A i tha, u qu kështu për gjushëm, tha. Jo, tha. Ti mos shko në Austri. Tha, shpo ku të shkoj? Tha, shko në Sham, tha. Tha, Sham? Tha, shka të baja që? Tha, ti tha, është mirë me shku me mësu për hoqë. Po pse unë të shkoj, po e qëtëri, 2 vjet para mu në shkoj. Jo, tha. Ti tha, dush me shku për hoqë me mësu. Tha, është pare. A i më tha, kështu tha. Këtu nër mu e tha, kam një sanët. A i sanët e ala është baba më ka vdek. Tha, ta ngarkoj në shpinë, tha, si të shkoj isha qe. Me ketë pare që ka i kam. O, thash 500 mark kam i be. Mu qështu, a beve 500 mark. Lebre sanëkin. A je qeli sanëkin mi dha 500 mark mu. E pastaj unë kam shku mas një mujt, a i ka tregu në nësteme një muhabet. I ka thënë në nësteme, edhe atë muhabet në nëjeme me ka tregu mua dhe ajo ka vdek rahmetullahi alejha. Tha, baba jëtë më ka thënë, kur e ke ngret ti për kame, a i pas ka qenë për nga merit të i thënë. Në ndër ati, pse ti s'po e lishon këta me shkuaj që ku përdojnë me shkuaj që 9 vjetë. Se ajo është i registrume dhe është i pranum. Lishoj njëri në të shkoje. Në atë moment tha kim ka ngre për kame. Edhe kështu pra, ishte një send që unë e dua fort, e se e shpalosa sot në Dardon para juve.